Falenderimet i takojnë Allahu Xheleshanuhu, sunduesit absolut, i cili na ka krijuar, na ka dhuruar zemrën dhe mendjen si udhëzues për të kuptuar se çfarë është e dobishme dhe çfarë na humb. Paqja dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se qetësia e vërtet nuk gjendet në tepric, por në maturi dhe vetëpërmbajtje. Esselamu alaikum. Të nderuar shikues, jetojmë në një kohë ku argëtimi është i pandalshëm, i shpejt dhe gjithmonë pranë nesh. Por pyetja thelbësore mbetet: apo na shërbejnë këto gjëra, apo po na sundojnë? Dhe apo e ushqejnë zemrën tonë, apo po e vrasin ngadalë pa e ndjerë? Kjo është tema për të cilën sot duhet të ndalemi dhe të reflektojmë. Apo na vrasin gjërat që na argëtojnë? Ne shpesh mendojmë se lodhja dhe dobësia e shpirtit vjen nga puna, përgjegjësitë ose sprovat. Por sa herë ndodh që lodhja jonë e vërtet vjen nga gjërat që na argëtojnë? Gjërat që duket se na çlodhin, siç janë ekranet, rrjetet sociale, spavitjet pafund. Po në fakt, këto janë gjërat që ngadalë e dobësojnë zemrën dhe humbasin ekuilibrin e shpirtit. Allahu i lartësuar na tregon për qetësinë e zemrës. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kujton se çdo gjë nis nga zemra. Në trupin e njeriut ka një copë mishi. Nëse ajo është e shëndosh, i gjithë trupi është i shëndosh. Dhe nëse ajo prishet, i gjithë trupi prishet. Kjo copë është zemra. Ky hadith na tregon fuqinë e jashtëzakonshme të zemrës, që ajo është në gjendje të kontrollojë trupin ton dhe veprimet tona. Argëtimet dhe kënaqësitë e kotësisë që e lodhin dhe dobësojnë zemrën janë si helm që depërton në trup. Fillimisht duket i pafajshëm, por në të vërtetë ajo ndikon gjatë gjithë jetës. Hasan el-Basri u thoshte: kam parë njerëz që e kalojnë kohën e tyre me kënaqësi të kota dhe ndihen më të lodhur shpirtërisht se sa pas vështirësive. Pra, pyetja për ne është: apo e mbajmë zemrën tonë të shëndosh, apo po e dëmtojmë ngadalë me argëtimet që na bëjnë të humbasim ekuilibrin? Zemra është qendra. Gjithçka nis dhe përfundon tek ajo. Nëse ajo është e fortë dhe e pastër, edhe trupi, edhe veprat do të jenë të shëndetshme. Shpesh nuk janë sprovat që na rrëzojnë, por rehatia e tepruar. Nuk janë barrat e jetës që e lodhin zemrën, por argëtimet pa kufi që e shpërqendrojnë atë. Sepse jo çdo gjë që na zbavic na shëron. Ka argëtime që na marrin kohën, por nuk na japin qetësi. Na mbajnë zgjuar trupin, por na lodhin shpirtin. Islami nuk e mohon nevojën e njeriut për pushim dhe lehtësim, por na mëson se pushimi i vërtet nuk është ai që të zbras, por ai që të rikthen edhe më të fortë. Argëtimi i shëndetshëm është ai që të çlodh pa ta marrë zemrën peng, ndërsa argëtimi i dëmshëm është ai që të merr kohën, mendjen, fokusin dhe bën njeriun të humbas ekuilibrin e tij të brendshëm. Allahu Xheleshanuhu thot një ajet kuranor: "Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib, wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun." Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëse lojë dhe argëtim, ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht, ajo është jeta e vërtet, veç sikur ta dinin.
Pra dynjaja nuk vjen gjithmonë si mëkat i hapur, shpesh vjen e maskuar si relaks, si vetëm pa kohë për vete, ose si s'ka gjë, është halal. Por problemi nuk qëndron gjithmonë tek ajo që e bëjmë, por sa shpesh e lejojmë ta bëjmë. Ajo që fillon si zgjedhje, shndrohet në zakon. Ajo që bëhet zakon, shndrohet në varësi. Dhe kur varësia hyn në zemër, ajo fillon ta drejtojë atë. Një dietar ka thënë, zemra është si enë. Ajo që e mbush sot, nesër do të sundojmë mbi ty. Nëse e mbushim me gjëra që vetëm na argëtojnë, por nuk na ndërtojnë, atëherë mos të habitemi kur do të ndjejmë boshllëk, nervozizëm dhe humbje shije në jetë. Prandaj pyetja nuk është apo argëtohemi, por apo na forcojnë, apo po na dëmtojnë ato që na argëtojnë. Këtë mund ta kuptojmë përmes një tregimi që ka ndodhur. Një dietar pa një njeri që ankohej për lodhje, mërzi dhe zbrasti, ndërkohë që shumicën e kohës e kalonte në zbavitje dhe në argëtime. Dietari e pyeti, kur ishte hera e fundit që pushove vërtet? Njeriu ju përgjigj, gjithmonë pushoj, nga se gjithmonë jam duke u argëtuar. Dietari ju përgjigj, jo, ti po e mban trupin të zënë, por po e lë zemrën pa ushqim. Dhe kur zemra mbetet pa ushqim, ajo dobësohet edhe pse trupi qesh. Ky tregim na mëson se jo çdo gjë që na bën të qeshim, na bën edhe të gjallë shpirtërisht. Disa argëtime nuk na vrasin menjëherë, por na dobësojnë ngadalë, derisa njeriu e humb shijen e jetës. Prandaj le të ndalemi dhe ta pyesim veten tonë, apo na çlodhin vërtet ato që po na argëtojnë, apo po na lodhin zemrën pa e vërejtur. Jo çdo kënaqësi është qetë dhe jo çdo argëtim është pushim. Zemra është amanet dhe ajo nuk vdes pa pritur, por ajo dobësohet kur ushqehet me kotësi. Sepse ajo që na merr zemrën pa ndjerë, një ditë na merr edhe jetën pa kuptuar pse. O Allah, na jep mençuri të dallojmë atë që na gjallëron nga ajo që na shkatron. Na e ruaj zemrën të gjallë dhe mos na e bëj rob të asaj që na largon prej teje. Amin.